Nuk mendoj që ishte acaru, se ishte një shenjë proteste e tyre, me gjithatë, çfarëdo proteste, çfarëdo kundërshtimi nuk është bë faktin që gjykata kushtetuese ka rikonfirmuar ato që kemi thonë prej fillimit. Pra që deputetët do të marrin pjesë në votim, të gjithë kanë obligim që të votojnë, mund të votojnë për, kundër ose abstenim, janë të lirë, mirë po do të marrin pjesë. Për më tepër, gjithashtu e ka konfirmu që çështja kryesore, pra që është ngritë si dilemë prej vetë deputetëve të opozitës, se a është i në kundërshtim me kushtetutën votimi i fshehtë apo jo. Në këtë rast, gjykata kushtetuese ka rikonfirmuar edhe një herë që votimi i fshehtë mund të përdoret si format i votimit në kuadër të përzgjedhjes së anëtarëve të kryesisë, këtë rast konkretisht kryetaren e kuvendit. Meqense se sot zoti Kurti gjendet në Shkopa, a presni se komë pas në lëvizje nëse edhe opozita domethënë ka ndonjë ndryshim, a keni vota të mjaftueshme pa prezencën e zotit Kurti? Po në shpresoj që opozita të ketë ndryshu, tash nuk është çështja për një person. Ka qëllu kësaj radhe që kryeministri Kurti është në samitin Shkup, por po besoj nëse ka reflektim të opozitës, asgjë si ndalon pra që të votohet edhe të kalohet ky ngërç. Faleminderit.